Përshëndetje miq të Prizmës. Sot është data 2. Është ftoft, shumë ftoft. Diferen Shkodër, Karaj, Breshni, Bore. Darka ka qenë me -1, -2. Dhe gjithë dita është deri tani 2,5, 3 gradë, 4 gradë në momentin më të mirë. Pra, jeni temperaturat ftofta. Nuk e di pse nuk po shtron bura, ose pse bjen kështu në këtë formë Breshnie, por me sa duket ja ka lënë darkës. Është kohë e ftoftë, sigurisht. Jemi në janar edhe ka kohën e vet. Në këtë pjesë kështu, në këtë lloj forme desha që të bisedoj për tipet e koncepteve të një koncepti, po them, politik, studiues i terrenit, që merr përpara pastaj edhe të di kush është i anuar, kush është pro, kush është kundra. Dhe që ke partia socialiste quhen patronazhist, ndërsa ke partia demokratike praktikisht akuzojnë, shajnë patronazhist ke partia socialiste, por në përdorimin e tyre janë patronazhistët e Facebookut. Sot do trajtoj problemin e njerëzve të vendosur nga dy partitë kryesore, që ke partia socialiste janë patronazhistët e terrenit, dhe ke partia demokratike janë patronazhistët e Facebookut. Përplasja e këtyre dy kategorive patronazhistëve, të Edi Ramës dhe të Sali Berishës, përbën pastaj edhe djenit, formën, përmbajtjen dhe arsyeën pse partia demokratike do të dalë e humbur. Gjatë gjithë kohës, nuk është vetëm arsyeja pse është Sali Berisha. Një 82 vjet që i humbur tash i rrugë në të gjitha drejtimet dhe të një gangsterizmi politik edhe të një korrupsioni edhe krimi të dikurshëm, i cili është shpërblyer me largimin nga pushteti, por ndërkohë që këtu kohën tjetër kur është pushteti i Partisë Socialiste dhe sigurisht ai konsumohet nga skandale edhe të shpifura, po edhe skandale që janë të shpikura ose të shpifura njëkohësisht. Pra, edhe të shpifura me kuptimin çfarë skandales qelpsina janë, po edhe të shpifura sepse janë shpifur, duke mos qenë skandal. Edhe të shpikura, domethënë fake news. E çën si ka, kur veprojnë, domethënë skandale mbeten. Dhe unë duhet bëj përplasjen ideologjike dhe filozofike me dy palë patronazhiste dhe kush funksionon për fitore dhe kush nuk funksionon për fitore. Patronazhistat e modelit socialist e Edi Ramës janë patronazhistat që i përdorin në përgjithësi majtat edhe qendrat, por edhe ke djatha deri diku në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk janë patronazhistë, por janë njerëz të partisë të cilët bilet e paguhen nga partia për të ditur, testuar, për të influencuar gjithë terrenin e tyre, për ta ditur se në çdo moment kush është terreni i konservatorëve ose demokratëve amerikanë, ose Partisë Demokratike Italiane, ose partive të ndryshme nëpër Evropë. Sigurisht janë marrin në patronazh, lagje, qendra pune, universitete, për të kuptuar se si funksionon, kush janë njerëzit, të cilët sigurisht janë pranë forcës tyre politike, mund të jenë distant dhe si i bëhet që të jenë më afër, që të bëhen të qartë se si ku do votohet, si do votohet, kush janë idetë e tyre. Këto lloj njerëz sigurisht nuk ndalen në punën e tyre. Nuk ndalen në punën e tyre, janë vazhdimisht në punë. Dhe kjo është karakteristikë e partive elektorale. Normalisht, në Shqipërinë tonë, krahas organizimit bazik që ka partia socialiste që janë dikushmit në organizatat e partisë, por në formë tjetër të organizimit, por në thelb mbetet ajo arsyeja. Kanë dhe patronazhistat, njerëzit që dinë lagje se ku janë. Edhe është vërtet që i dinë dhe ku punojnë, çfarë ankesa kanë dhe çfarë, sepse qëndrojnë me to. Sigurisht duke mos thyer ligjet e ndërhyjes në privazi edhe në ligjet e shtetit, duke mos i
manipuluar, sepse po bëre ato, sigurisht janë kundërshtim me ligjit e shtetit. Por nuk kanë arsye që t'i bëjnë, sepse nuk kërkojnë pikërisht të thyejnë ligjin e shtetit, për çfarë? E shoh numrat që i thonë, për shembull, jo dinë edhe kush është ankesa e tyre. Shumë mirë që e dinë kush është ankesa e tyre. Dinë edhe çfarë ka nevojë, po e dinë shumë mirë që dinë edhe çfarë kanë nevojë, mund të kenë nevojë për një punë, për një arsime. Pra, janë të futur në terren, janë futur në një sistem kapilar veprimi i cili sigurisht pastaj i bën në të avantazhuar në mënyrë të jashtëzakonshme dhe në gjendjen e partisë ku është ajo, po vuan, është në ekspansion. Pastaj ka edhe arsyen tjetër. Kanë arsyen e rekrutimit, sidomos ke pjesa e rinisë. Patronazhizmi në këtë drejtim është i suksesshëm se është në terren, ai i Partisë Socialiste. Nëse ky është ajo që shajnë Partia Demokratike nëpërmjet Sali Berisës, si mëson ai, patronazhist, ky patronazhist ai, kanë marrë hirat e Sali Berisës, i cili sigurisht është një patronazhist për vete, ka qenë patronazhist i Partisë Punës Shqipërisë, jo i Partisë Demokratike. Po Sali Berisha ka qenë një patronazhist i PPSH-s. Dhe jep leksione demokracie, se kështu e kemi lejuar ne në fillim, dhe vazhdojnë ta lejojnë edhe këta majmunët e fundit deri në 2026 që sapo keni hyrë. Kush janë patronazhistët? Kush janë patronazhistët e Sali Berisës? Patronazhistët e Sali Berisës janë patronazhista Facebooku. Shumica atyre kanë emra kështu: Miri Çakes, Tuki Nakes, Papi Takes, Rakutakus, Kyputakut, Kymete, Tipipi, Kapacuk, Çukuruk, i kështu emrash në fillim. I lejon Facebooku, se Facebooku është kulmi i lirisë, i tregon botës se demokracia është nëpërmjet kush është i Zotit, shaj më tepër edhe ti jetë më i marrë se tjetri. Vokapulari në përgjithësi edhe mendimet e përshatra, ignorantët edhe delirantët kanë premium në Facebook. Në këtë rast kanë edhe patronazhistët e Partisë Demokratike të Sali Berisës, të cilët kanë nickname edhe sigla. Pastaj ka edhe që kanë edhe emra normalisht. Dhe këta këtë punë kanë. Këta nuk dinë se kush është në lagje, s'dinë as edhe përtojnë, dhe janë ignorantë. Këta sigurisht vetëm shajnë, ku gjenë në një Facebook të një personi që flet atë çfarë mendon, këta sulmojnë me herë. Ai mund mos jetë fare me Partinë Socialiste edhe mund mos jetë fare me Edi Ramën, por thot një diçka të vërtet, këta me herë, sepse janë portalistë. Me Partinë Demokratike janë ndërtuar në Shqipëri mbi 200 portale, të cilët sigurisht kanë marrë përsipër që të sulmojnë, të devijojnë realitetin, ta degradojnë, atë të shajnë gjithë ditën në Shqipëri, sepse kujtojnë se është Edi Ramës, të bëjnë reprezalje në emrat përveçëm edhe sigurisht edhe për sulm kundra biznesit, sulm kundra politikës, sulm kundra Shqipërisë, sulm kundra elementëve të cilët sigurisht janë për mirë, bie fjala si turizmi ose nuk e di, sulm edhe këtyre po të shtrosh një trotuar, po keni vjedh, thotë, keni shtruar trotuarin, pa ke vjedh, keni shkatruar. Këtyre po të rrugullosh në lulishte, pa, thotë, keni bërë lulishte, po keni shkatruar këtë, do të thënë, pse se keni bërë këtu, po e keni bërë atje. Tillë patronazhist Facebookut janë të ndarë sigurisht, por këta nuk kanë lidhje me konstruktivitetin për partinë e tyre. Këta kanë problem tjetër, destruktivitetin të tjerët. Pa marrë parasysh nëse janë demokrata apo nuk janë demokratë. Pra, ata janë ndërtuar të shkatërrojnë, të demolojnë, të sulmojnë, të shpikin, të shpifin, të fyejnë, të shajnë, të bëjnë të gjitha të këqijat e mundshme, dhe prandaj quhen edhe patronazhistët e Facebookut të Partisë Demokratike. Këta janë përballë tash patronazhistave të lagjeve të Partisë Socialiste. Njëra palë shikon se si të shtoj radhët e veta, të kontrolloj terrenin, të di se në çdo moment sa është Partia Socialiste dhe sa mund të bëhet për zgjedhje, dinë gjithçka, dhe ana tjetër janë ta patronazhistat e Facebookut të Partisë Demokratike ose të Sali Berisës, janë berishk të vegjël, të cilët vetëm shajnë, fyen dhe shkatrojnë situatën për të mbjellë kaos dhe për të mbjellë pakënaqësi të jashtëzakonshme, urrëtie të jashtëzakonshme kundra tjetrit. Praktikisht di çfarë marrin si pasojë? Të parët, ato të Partisë Socialiste e dinë terrenin.
si përgjigje marrin o rritjen e terrenit të numrit të tyre në votim, se është parti elektorale, këta e përdorin partitë elektorale në vot, kurse këta të Facebookut marrin pështymën e madhe që hedhin përmi Shqipërinë edhe për këta e kanë sukses, edhe për shtimin atyre që shajnë gjithë vendin, bile vinë edhe nga jashtë, shajnë pështymë për vendin e tyre, por ma marrin zvoglimin gjithmonë më shumë të atyre njerëzve që e votojnë, sepse ata nuk shkojnë më për të votuar. E kuptojnë se në çfarë deregje, çfarë marrëzie është partia e tyre. E kuptojnë se në dorë të kuj është, me çfarë delirant është, ignorant është edhe shkruajnë dhe keq gjithë, ndërtojnë fjalinë në mënyrë të shkthurur, flasin, shkruajnë ashtu si flasin, janë komplet ignorant edhe delirant. Pra zvoglojnë elektoratin, njëra palë, patronazhistët e Partisë Socialiste shton elektorat, dinë se kush është ai, ku i ka problemet dhe ku është, në çdo moment, mo në diasporë, mo në lagje, mo në rrugë, mo në shkolla, mo kudo, kurse këta nuk dinë të gjëra të tilla, nuk i kuptojnë gjëra të tilla, por këta shajnë në çdo moment, në lagje, në rrugë, në Facebook, gjitha këto, në qeveri, në parti, në ndërmarrje, nuk e di, në pronë private, kudo, ku të ketë Facebook edhe që përdoret Facebook, këta shajnë, fyën, përgojojnë, shpifin, merren me familjet, shajnë nënat, shajnë babak, shajnë shkollën, shajnë gjithçka shajnë këta, e shtrembrojnë kur kuptojnë që individi nuk është me Sali Berisha. Ky është dallimi midis patronazhistave socialist dhe patronazhistave demokrat. Ju bëni vetë sapin tash. Pyetni, mos më besoni mua. Por kuptojeni se çfarë do të thotë ky lloj dallimi dhe çfarë do të thonë këto dy lloje patronazhistash. Njëra përfaqëson një parti elektorale, tjetra përfaqëson një mbeturinë të bolshevizmit, të akuzës folk bolshevizmit shqiptar, përfaqësuar nga i fundit i komunistave kriminal, të etur për gjak për të shkatruar vendin e tyre që është Sali Berisha. Dakor, miqtë e mi.